ne deklarojmë këtu solemnisht se ne jemi opozit dhe nuk do pranojmë, kemi shumë të qartë, që në këtë parlament asnjëri të qëndrojë mbi kushtetutën. Pse nuk vjen? Sepse mali i fakteve dhe dokumentave e groposate, sepse ai vetë është kreu i sistemit korruptiv dhe se aferat e tij korruptive nuk lejohet të hetohen. Ku është djegësi i Tiranës 130 milion euro? Ku është? Ku është impianti për punimin të ujrave të zeza 120 milion dollar kredi japoneze? Ku janë? Ku janë? Qindra milion euro tjera të shpenzuara në rrugë. Ku janë? 240 milion euro të 100 fshatrave turistike dhe pastaj thot ky ministri Balluku se po flisni ju, po qatë mos flasim ne mor, projekti 100 fshatra e sollët këtu do të përfundoni të 3 vite, ja shtyt dhe 3 vite, dhe tani e shtyri edhe 5 vite tjera, sepse aty s'ka ma njerëz. Sepse çdo gjë keni bërë vetëm për të vjedhur. Për të vjedhur. Shkoni në Shetaj, shkoni në Tragjas. Çfarë keni bërë? I gjeni, ujë s'kan. Asnjë nga pikat që i parashikohej në projekt për të investuar nuk është realizuar. E vetja gjë që keni bërë, po ja u merrni ujtë, po i përzini, dhe aty ma nuk ka fshatar. Në Shetaj janë 50 vila të reja, të bukura nga emigrantët. Vetëm 19 për i tyre, para 2 vitësh, se tani mund tjetë krejt tjetër, kanë nga një të moshur banor. Pse nuk vjen? Pse nuk vjen? Nuk vjen sepse nxin në Shqipëri dhe në Europë me blokimin, me mbrojtjen e vjedhje që ka bërë me Lubi Ballukun. Edhe ju mos fisni fare se janë konflikt interesis, se në fakt të gjithë thonë ty të ka emruar Lubia. Edhe kjo është e vërtet. Është e vërtet, prandaj dhe të marrësh mbiemrin e saj, ma mirë merr mbiemrin e saj dhe të rimrat. Edhe ky tjetri. E pyesur këtë, si u emrua ky ministër, se më kishin thënë që ka studiuar në Itali. Çfarë studimi më thanë? Ky është emruar nga vizat që merr me Olsi Ramën. Po, ky i bujqësisë gjoja. Absolutisht. Pra, nuk vjen. Nuk vjen sepse është i nxirr. Nuk vjen sepse i bëri vendit një shërbim të tmerrshëm. A e dini ju se ai raport, a e dini ju që u përmbys raporti nga Lubia apo jo? Dhe vjen te Edi Rams. Se mendoni ju se ata nuk e din që
Rama po mbron vetën dhe Lubin. Si kujton ti se nuk do ketë tu skepticizm edhe mos besim maksimal. Shikoni treguesin e investimeve, realizimin, 5%, ndër më të ultit në botë, ku shkojnë tjerat vidhen. Tjerat vidhen. Do dhe thanë në 15 projekte, vetëm një realizohet. Nuk ka tregues investimesh. Absolutisht nuk gjanë një vend tjetër përveç Haitit me tregues të tillë të realizimit investimeve. Ku shkojnë? Vidhen. Vidhen. Është e vërteta. Është i vetmi kryeministër Hajdut që banon në Saraje me 9.000 metra katror park, me madhë se pallati presidencial. Pse s'del këtu ai? Pse nuk vjen këtu? Nuk vjen këtu se ka të merë, ka frikë, edhe mos shif shuti. Se këtu bërë shtrim, atje punun prap ati në China Club, në fakt edhe atë se mbrojte, edhe padrinën e këti nuk e mbrojte, jo që ta dirë mirë.